Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si ta kopjojmë një lajer apo një formë. Për shembull, tani kam krijuar një katror, shikoni këtu është një lajer. Opsioni i parë më i shpejtë dhe më i përdorur është duke klikuar Ctrl I. Shikoni krijon dy lajera, e lëvizi e shikoni që janë dy lajera. Klikoj delete, po e fshi. Opsioni i dytë është duke klikuar me tastin e djallë mbi lajera këtu, edhe duke klikuar duplikat layer. Këtu na shfaqet me jalon emrin, mundi me ja vendos start apo s'ka rëndësi, klikoni OK, shikoni krijohen dy lajera. Edhe opsioni i tretë është duke klikuar Ctrl Alt, shikoni kur e klikoj Ctrl Alt, kursori ndryshon formën edhe vetëm ngrej drag and drop. Edhe kjo është një metodë e shpejtë, që duke marrë Ctrl Alt shtyp edhe vetëm i ngrej, këtu bëhen duplikat shpejt. Shikoj një herë, domethënë Ctrl Alt, edhe vetëm e ngrej, kështu klikon duplikat. Domethënë kemi 3 mënyra për me bë kopje një lajer. Këto mënyra vlen edhe kur është puna te teksti apo kur kemi ndonjë fotografi. E njëjtat, domethënë të njëjtat mënyra vlen edhe për llojet e formave që i kemi këtu.